Shënon Ronaldo minutë 31 kështu, 1-1, shënon i pari, Ronaldo i dyti, dhe më vete mua që unë jam këtu, si jeti këtu, kupton? Me veten time unë qetësova, s'kam asgjë kundra teje, kupton? Je thjesht i dhujim, kupton? Mbaron pjesa e parë në ato momente, më vjen me flet i them, je i dhujim, i thash, nuk kam bërë diçka kundra teje, i thash, don? I tregoj më thënë dhe mbathjet e mia, domethënë që janë lexojnë CR7, që kisha i thash, jam fan si jo më i madh, prandaj kam nisur të bëllin sepse ti ke qenë një arsye, kupton, që mund të arrish nga puna me të që e so, kupton. Dhe më përqafoja ty, futën në zhveshjes, fillon pjesa e ty shumë i lumtur. S'kisha mente ndeshja, unë kisha folur me Ronaldo, kupton ato momente, isha unë njeriu më i lumtur në botë, domethënë. Ana flas në ato vite, tani mësoj që të luaj me lojtar të mëdhenj, kupton. Mbaroi pjesa e dytë, bën gol Morata në minutën 97, rifemi 2-1 në Torino. Unë më rrezit, më them drejtën. Unë isha i lumtur se kisha bërë gol, kisha takuar Ronaldo, isha në rregull, isha me timen. Edhe gjithë lojtarët e mi ikën te Ronaldo me vrap. Unë mbaroi ndeshja, vrapon tek ai. Ai bëri gol, ishte i lumtur. Dhe unë më rrezita. Ja morën fanelën këta mendova, kupton. Edhe ai thot, jo thot, do jap 77 se jam i tim se dinte normalisht. Edhe kur pashu që ai bëri me shenjë nga mua, do ishim larg. Në një moment mendova se mos po thot çaj se po ta jap brenda fanelën aty lojtarët, kupton? Pastaj thash se mos e ka me mua, kupton? Dhe po vin drejt meje, vetëm atje, edhe heq fanelën. Në moment unë isha shumë i lumtur dhe më thot mua, se mendova që do Ronaldo fanelën time, kupton? S'ka që duhet si një punë do të marri, do edhi ati që mbledh rrobat, kupton? Te gjë mendova. Dhe më thot mua që ma e fanelën te unë, se hoqa fanelën ti, ma fanelën ti dhe nuk e që thash faleminderit shumë për qafua, kupton? Ai tha, ma e fanelën tënde, kupton? Heq fanelën jap që kam me te foton. Edhe pastaj kur dalëm te intervista se atë ndeshje dola unë, më i miri, Alvaro Morata dhe Cristiano Ronaldo. Ne ishte lojtarët më të mirë të ndeshjes dhe ishin të ftuar tek Champions League, tek kanalet e këtyre. Dhe ato akoma aty. Ronaldo rasti kur sa mbaroi, më përqafon, më thotë që ke bërë një ndeshje shumë të madhe sot. Vazhdo puno, më thotë, sepse mund të arrish shumë nga futbolli. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.